vendit të në mënyrë shumë demokratike dhe në drejtim të shqipin e partisë, por edhe për vleror program kësaj shtëpie të madhe politike. Jam i lumtur me rezultatin, jam falenderues për delegatët në mbështetës që kanë rikonfirmuar rezultatin siç tham, dhe jam mirënjohës delegatët tjerë që ndajnë mendime ndryshe në këtë drejtim, por që gjithë bashkarisht jemi zotuar bashkohemi rreth misionit tonë të demokratikë të Kosovës. Siç ju thash, siç kam thënë, ky ka vend ka qenë i pa dobishëm për lidhjen demokratike të Kosovës, sepse na ka mbajtur pa asnjë arsye temë tash e sa muaj. Dhe në gjithë këtë periudhë kemi lënduar cilëve i shprehim me plot mbështetje, simpati e keqartje që politikat partijake shpesh i dëshpërojnë, por rezultati tanishëm është konfirmim i asaj dhe gjitha është detyrim i bashkimit të LDK-s, rreth parë, reformës së LDK-s një trajtisht, e mbi gjitha dhe dhënjes përfundimisht të kontributit tonë partijak në stabilitetin institucional të Republikës Kosovës. Nuk do të harrojmë asnjëherë që ne ekzistojmë për qytetarët e Kosovës, jo për betejat të brendshme. Karrikat janë të përkohshme, vinë e shkojnë, por LDK ka mision shumë të madh që Republikës Kosovës t'i jap stabilitet. Në këtë drejtim, LDK-ja pas një ratoj edhe një deklarat, cilën do ta bëjmë publike shumë shpejt, dhe morri një vendim. Deklarata ka të bëjë me gjendjen politike në Kosovë, me cilën e këtij kuvendi, me votë nic, mbështetën përpjekjen tonë për të siguruar stabilitetin institucional në Kosovë dhe për të provuar për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme në pak se një vit e gjysmë. Kjo është vullneti politik i delegatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë deklaratë kërkuan edhe nga deputetët e LDK-s, nga kryesia e LDK-s, nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm, meqense ky kuvend është institucioni më i lartë i partisë, të respektojnë në plotëni këtë orientim partijak dhe të implementojnë këto vendime deri në masën përfundimtare të tyre. Po ashtu që në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s ti kooptojmë si anëtar të gjithë deputetët e zgjedhur të Lidhjes Demokratike të Kosovës, cilëve në këtë përgjithshëm dhe më pas në vendimarrjet që vinë më pas. Edhe një herë do të zotohem, do të përpiqem të bashkoj sa më shumë LDK-n, por pa bërë kompromise mbi vlerat tona, dhe duke shmangur çfarë do tendence edhe të përçarjes së LDK-s, edhe krijimit të krizave të paqena. Ky është vullneti i antarësisë, ky është vullneti i LDK-s, i ftoj gjithë që ta respektojnë e të kontribuojnë edhe atëherë kur spajtohen me këtë vendim, por është vendim i shumicës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Siç kam thënë që atëherë, kur ka garë të brenda fest, sot ndihem si fest, kemi nisë një proces të rrëzimit, shkarkimit, e konsideroj si pikën më pak të LDK-s në historinë e saj 37 vjeçare. Shumë që antarësia jonë arriti të nxjerrë LDK-n faqe bardhë edhe një herë, përkundër gjithë angazhimit, makinerisë madhe të kësaj fushate pa nevojshme për LDK-n, delegatët tonë, antarësia jonë vendosi me votë barë, mirë dhe qartë. Urdhroni. Për çështjen e parë, siç kam thënë atëherë thamë edhe tani, për marrëveshje të mirë LDK-ja me vullnetin e kuvendit të gjitha votat. Unë s'mund të përcaktoj fatin individual deputet kuvendit të Kosovës dhe dëshirojnë të veprojnë jashtë LDK-s. Por për aq sa janë LDK, duhet dhe do të respektojnë këtë vendim të kuvendit LDK-s, për ndryshe s'ka kuptim as demokracia, as organizimi partijak. Por ne ende s'kemi marrëveshje. Prandaj unë s'mund të kërkoj votë mbështetje prej deputetëve një marrëveshje. Se kanë as votën time,
për marrëveshje të mirë, besoj se do të mungojë një votë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ajo që është e qartë është se kuvendi i LDK-s i kërkon deputetëve që të respektohet ky vullnet i shpërndimit kryetarit të partisë për stabilitet institucional, kaq mund të bëjë një parti politike. Për çështje të tjera, unë besoj që çdo kush që është përfshirë me bindje të drejta për procesin e shkarkimit mund ta kuptoj. Por prej asaj që kam parë publikisht, prej përgjimeve të bërë publike, nëse mekanizmat shtetëror janë përdorur për të razuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, atëherë do të ketë përgjegjësi dhe përgjegjësi të madhe për këtë drejtim. Mendoj që kanë gabuar gjithë ata që janë përfshirë në këtë drejtim. Nëse zoti Rama në drejtim ka gabuar rënd. Dhe antarësia edhe kësaj nuk ka marrë. Cilat janë hapat tutje, Burim Zariqi, Radio Televizionist të njëjtë. Cilat janë hapat tutje drejt takimeve me Kurtin? A mundesh na tregu parimet që ka LDK-ja për një marrëveshje? Është synoni postin e presidentit dhe nëse përfshihet në qeveri, cilat digastere synoni të kenë? Ende s'kemi mbrri atje. Ju siç e dini kemi pasur vetëm një takim. Dhe në takim si janë folur as pozitat, as ndarjet pozicionale, lajmet e bëra publike janë të pavërteta. Pra ato që u shfaqën jo kaq ministri nuk janë diskutuar në tavolinën diskutuese. Mund të jetë një testim mediatik. Pra mund të jetë pjesë e betejës publike ku e teston një ide. Po nëse ka ndash me testu, është ide e dështuar. Jo, mund të ketë disbalancë përfaqësuese në institucionet e Kosovës. Populli i Kosovës do të jetë sigurt me LDK-n, se LDK-ja s'mund të pranojë asnjë marrëveshje me cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një partie të vetme. Për çështje tjera, ende nuk kemi folur. Më lejoni që tani prej sote e tutje, fillimisht të kalojmë këtë periudhë të organizimit që ka qenë e lodhshme për LDK-n. Nga nesër e tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë. Për këtij momenti, unë heqjat çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është e hapur për institucionet. Nuk kemi mrri në asnjë pozitë individuale, ju lutem, keni më kuptim me kohë kur të mrrim ju një për gjitha, por ju kam thënë prej fillimit, kjo çështje s'është individuale, është me çështje parimore. Fillimisht parimit të definojmë. Na drejtimi me ende. A duhet një parti të ketë gjitha, apo jo? Për LDK-n bindjet janë qarta, një parti s'mund të ketë gjitha. Jo. Këshia për askënd për tyre. I uroj punë të mbarë të zhvillojnë komunat e tyre. Sekretar Dekë shpresë angazhim sa më të madh në rritjen e LDK-s, por jo, hakmarrje s'ka me askënd, vazhdojmë se iniciativa ka qenë pa vend, e pa kohë, jo në përputhje me pritjet e popullit të Kosovës, edhe në kushtim me gjithë vullnetin e antarësisë së LDK-s. Unë s'kam pas asgjë tjetër përveç bindjeve të mia. Dhe nëse këto janë bindjet edhe të elektoratit LDK-s, atëherë edhe këta zyrtar senior LDK-s bëjnë mirë të respektojnë përfundimisht, të lënë LDK-n të marrë frym një herë, ta mbështesin. Por në këtë fazë ju uroj punë të madhe aty ku e kanë punën kryesore, sepse qytetarët kanë nevojë konkrete në këtë angazhim. Kam dy pyetje. E para, folet që e pezulloni këtë ndërshim takimeve. E pezullimet. A mundet të pas që prej nesër partiu me bashkë takim potencial me zotin Abdizhiku, me zotin Kurti, edhe e dyta folet që ka nevojë për reforma në LDK. Çka saktësisht nuk kuptoni me reforma, edhe a mundet të i kanë mbledhur në shkrim? E para punës mirë që më kujtove se nesër është takimi në oranin 10, besoj janë duhet ta delegojmë dikën sepse se kemi deleguar askënd. Kështu që sonte delegojmë dikën për takimin nesër në kuvende. Sa është me kryetarët e partive? Gjitha partitë të ndakorduar të marrin pjesë në kryetarit. Është takim, nuk është politik. Dakorduar që të marrin pjesë me nën kryetar. Nuk ka çështje të disrespektit institucional është brenda partive. Për çështjen e reformës, reforma shoqëri nuk është përjashtuese, është xheruese për LDK-n. Natyrisht ata që
nuk kam bindje me këtë rrugë të LDK-s, ata s'mund të vazhdojnë të kritikojnë, atakojnë, e sulmojnë LDK-n çdo natë gjithantej. Por kjo praktikë duhet ndërpritet sepse s'ekziston asnjë parti tjetër. Nëse dikush s'don me qenë me këtë bindje, me këtë vizion, rregull është, vazhdon tuti jetën e lirë. Logën, stemën e LDK-s në zemër dhe në përfaqësime publike, qoftë si antar i thjesht, ai do të ketë përgjegjësi për fjalët që i thotë. Sepse dëmi po bëhet i madh. Dëmi po bëhet i madh dhe më pas po na duhet një parti jeton, shiqoni, një parti jeton. Prej 31 janarit ku diskutime janë për nënshkrime, për kuvende të jashtëzakonshme të mirëmi, të harxojmë energji për të ardhur te pika 1. Por dëmi është bërë. Prandaj reforma kërkon bindje vlerore individuale, nuk ka hakmarrje ndaj askujt, por duhet ta kuptoni se edhe rruga bëhet me ata që besojnë. Që s'besojnë s'mund ta bësh rrugën, s'mund ta bësh asnjë hap. E bën një hap kur thojnë e i bën dy prapa. Kjo është më pas problematike për vetë shtëpinë tonë politike. Me ju tregu për besë, më pas pala tjetër, po tani është kjo pjesë e strategjisë diskutuar. Marrëveshje e njëjtë e dhjetorit nuk është marrëveshje e mirë. Pra marrëveshja e mirë nuk kupton që të ketë balancë institucionale mes palëve që duhen të jenë pjesë e këtij diskutimi. E rëndësishme është të shmangim zgjedhjet, se këspe kam përshtypjen se kërkojnë zgjedhje një herë janë në diskrepancë të rëndë me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Populli i Kosovës nuk don më zgjedhje të reja. Don stabilitet institucional, politika konkrete dhe orientim qartë euroatlantik. Për çka LDK në këtë drejtim? Strategjiku për Indonesin ka ana brez. Pas takimit me Putin ka deklaruar që i plotësoi për faktin e guvernit të lynë bisedime. Tashmë ku delegatët e votuan për deri në vendin e radhës. A ka unitet brenda grupit të LDK-s? Po flas për deputetët që me i vazhdu bisedimet edhe me zgjedhë ndryshjen e presidentit. Nëse nuk ka me pas, do t'i bëj publike para jush. Do të thëmë, ka që vota e ka LDK-ja dhe për këta një tjerë dëshirojnë zgjedhje të reja, më pas të marrin përgjegjësinë individualisht të cili që dëmë. Ai çka do të them është që kuvendi dha deklaratë të qartë, deputetët me gjithë përvojën që kanë, sjelljen institucionale që kanë, për ta respektojnë partinë e vet. S'mund bëhet. Të vërtet jam edhe i lodhur me kuvende. Është kuvendi 4 në 5 vite mandat. Dikush më tha pse s'po vendos një kuti të hyrja e LDK-s, sa që të vjen dikush ka një vërtet të qetë. Po tash na duhet stabilitet. Na duhet qetësi dhe unitet rreth shumicës. Kështu funksionon LDK-ja. Po të kishte qenë rezultati ndryshe sonte, ne të tjerë siç kam deklaruar do ta respektonim ndërsi. Por përçarja publike e këtyre diskutimeve i ka dhe mbështetësit e lidhjes demokratike të Kosovës. E fundit. Ju e keni bu lajmin e ofertës i pasakt. Në është të ka dinë ma shumë se në. Duhet me pas balancë institucionale. Çka e garanton ta? Pozita presidenti, gjysma e ministrive, balancë në kupton që një parti mos të ketë kontrollet e plota të gjitha institucioneve të Republikës të Kosovës. Dhe janë 3 institucione për se po flasim. E para është kuvendi që në kupton shumica, jo kryetari i kuvendit. Kryetari është funksion ceremonial më tepër. Është paravajtës e seancave, s'ka fuqi, ka një votë kryetari. Pra, ajo shumicë pak a shumë është e përcaktuar me zgjedhjet rezultatin e 7 qershore që i takon partisë së parë. Janë 2 institucione tjera pa shtrëndësishme. Pra, nëse një parti e ka kuvendin, ajo s'mund ta ketë edhe presidentin, edhe kryeministrin. Pra, edhe qeverinë, edhe presidentin e kuvendit. Interesuar që jenë zgjidhje, jam interesuar të diskutojmë. Po për këtë interes duhet 2 palë. Për takimit parë kam qenë më optimist se sa herave të kaluara. Por tani në qoftë se ka vullnet për gjitha palëve, tulemi të flasim me balancë institucionale. Ne kemi folur se si duket kjo balancë, ende jemi te definimi i parimeve, pra ne kemi arrit në momentin që definojmë parimet se si duket. Atëherë flasim për pozicione për çfarë ju vetë vërtet keni shumë interes.
kush do të jetë presidenti i Republikës Kosovës, sepse ai emër është i rëndësishëm. Dhe më pas do të flasim kush do të thesh me fushat programore. Pra temat e rëndësishme që i kemi, çka bëjmë me integrimin rural atje, çka bëjmë me zhvillimin, çka bëjmë me luftën kundër korrupsionit, çka bëjmë me kapjen e institucioneve, çka bëjmë me stabilitetin institucional, çka bëjmë me gjykatën kushtetuese që si ka 2 gjykatëtar gjykatës kushtetuese. Pra këto janë tema për cilat duhet diskutojnë dy palë. Pra kemi më pak se një javë derisa duhet konstituohet kuvendi, më pas i kemi 30 ditë derisa duhet konstituohet qeveria, e më pas i kemi 30 ditë tjera derisa duhet zgjidhet presidenti, nëse do shtojmë bashkë, atëherë kemi fatkeqësi të mëdha politike në Republikën e Kosovës. Ju faleminderit edhe një herë dhe ju zotojmë se ky do të jetë kuvendi i fundit i LDK-s për një kohë deri në zgjedhjet e ardhshme nëntor vitin 2027. Ju faleminderit shumë. Jo, po s'ka lëgjë. Ta ma punën me majtë, thashën, ali kuti e që jesëm të zyra aty që kanë dëshirë, edhe tani edhe një çdo ditë me votu, po s'mundemi çdo ditë nga një kuvend të mbajë partia.